Puna ishte që ulesha aty dhe dembelosesha, nuk më vije dhe pastaj... Mirë, një farë palestre e bëje, se krau punonte, si më thonë ule. Edhe në gotë vera. Kur i palestrës, nuk kam qenë kur. Nuk mbaj në bërgoj, thashtë e theme për ata që shkojnë, mirë bëjnë që shkojnë, po nuk më pëlqen palestra, këtë doja të toja. Po pra pëse do mbash në bërgoj ata që shkojnë. Po se ka njerës që shajnë, që thonë palestra. Jo, nuk ka lidhje, thjesht ka njerës që bëjnë palestrën personalitetin e tyre, po, se njerës e kanë hobje, kanë personalitetin që... Nuk më se kthejnë një lloj neuroze kur bëhet. Megjithatë, shiko, ne unë thash jo, se themi pse tham jo, pse thash jo, sepse unë se kam lënë kurrë. Domethënë gjithë kohës kam bërë. Tani unë pilates bëj, nuk bëj pilates. Po, ajo... Më vjen keq, më vjen keq me ty me kuketa së bashku. Shkallë më lartë, një shkallë më lartë. Shkallë më lartë. Së bashku me pjetën, ose e dia, jo, jemi dhe shoqë pilates. Por nuk e kam lënë kurrë, do me thënë të paktën se palestra është e vjetër, nuk e bëj dot më sepse më mërzit, ka shumë gjëra. Jo për ju personalisht, po unë shumë palestrën e shoh si një vend që shkojnë çunat të gjuajnë ose gocat. Po, dhe ajo është. Arian, mos fosh mos se do t'rregosh moshën. Edhe ajo është, po nuk ka lidhje me këtë. Unë do me thënë shikoj se nuk shoh ata që shkojnë dhe prapë të shëndosh dalin, të shëndosh. Jo, kjo është ajo thashë themet, filloi nga thashë themet Ariani. Palestra është e rëndësishme. Jo, palestra është shumë e rëndësishme sepse dhe jo them të gjithë. Unë nuk po them për palestra, po themi sport. Kujdesi për veta. Kujdesi për trupin është shumë e rëndësishme sepse është shëndet. Edhe pik. Ja, Olesja. Shka, unë si njeriu më antisportiv. Se këto më mund të di ka thënë që po. Vendosa të filloj pilatesin. Dhe kam disa muaj që kam filluar dhe ndjehem mirë. Shumë mirë. Mirë sepse kuptoj që më pëlqen, sepse unë kam një duhet më pëlqej që ta vazhdoj dhe unë jam shumë sistematike, jam pikërisht si ata nxënësit e mirë që mësojnë edhe i bëjnë gjërat. Kështu kam qenë gjithmonë sistematike me atë rutinën dhe e di që po më pëlqen dhe nuk më lot, nuk më bëhet e mërzitshme sepse po ndjej veten mirë. Në çfarë sensi? Nuk ka qenë asnjëherë problem pesha se sa kur kupton që ka një moshë saktuar, që ke kupton që është më thelbësore për shëndetin. Kështu që unë po ja vë shëndetit, jo më shumë peshë, se peshë mirë, kufizoja pagojën, po, edhe isha okej. Por jo, me peshën të tre jeni marshallah, po jo. Më pëlqen për ndjesin. Ne të dy duam akoma në çik për marshallah. Se unë jam shumë rehat. Jo, edhe kështu që e kam bërë këtë gjë bjetam. Dhe po e shijoj. E di që po më pëlqen. Kështu që u realizua si... Pra nuk ishte një objektiv që u la. E thash që do ta bëja dhe e bëra. E mbajte. Pse ishe... Po dhe jo, sepse e kam nisur, kam mbaruar abonimi, e kam lënë një muaj, jam kthyer mbasi muaj, po unë më shumë se sa kjo jam tek pjesa e Erlindës, që kujdesi për veten nis që nga lëvizja e përditshme. Dalë te nga liçeni. Literalisht ecja është gjë më e mirë që mund të bësh për veten tënde, dhe është një gjë që personalisht e kam bërë gjithë vitin. Domethënë ai 10.000 hapshi që rekomandohet për të gjithë, unë nuk mendoj që duhet shkosh në palestër pikërisht për këtë gjë. Pra mund ta bësh. Jo, patjetër, mjaft që gjesh atë që të jep kënaqësi. Olesja si njëri që ka thënë gjithmonë që nuk i donte palestra dhe këto, gjen veten në pilates. Edhe pse pilatesi është pak në modë këto kohë. Është shumë unë kam zgjuar vajza Ariani nuk e di çfarë eksperti jam unë, sepse kam 6 vjet që bëj pilates. Atëherë pilatesi është diçka që unë them është më shumë për kompania e pilates do 1 lekë se po bëjmë reklam. Jo, ka shumë, nuk është ka shumë fitness, palestër, ka lidhje. Është diçka midis të bërit, po themi, gjimnastik, pra të bërit palestër dhe yoga. Në yoga jam dakord, në yoga jam dakord. Yoga jam dakord. Se yoga je dakord. Se kur bën është si meditima, nuk të shqetëson njëri, domethënë unë këtë dua. Duket që se njeh, bën dhe ushtrime. Por çfarë bëhet diçka e ndërmjetme, kështu që shumë e mirë, sidomos për gra, po dhe për burrat. Do vi një ditë ju shikoj. Po patjetër kur dush. Të do vi t'ju shikoj. T'ju shikoj, jo të vi unë. Nuk ka restorant aty afër. Nuk ka restorant me sa biu. Pilatesi jo ka restorant. Ka restorant 4-4. Për restorant. Kisha planifikuar, këtu e kemi të lezetshme, kisha planifikuar të kurseja 5 milion lek. Por, këtu... Nuk ja dola, apo se kjo tani kjo është... Nuk kam kursyer as gjysmat, po ju themun. Shiko, unë jam tipi që kursej, po... Po, apo jo njërë. Ta ve kështu në mes se kam dhe bashkëshorte. Nuk kam kursyer as, kam dhe bashkëshorte. Pra, kisha planifikuar të kurseja 5 milion lek. Vjetra. Atëre përgjigja është po.
Okej, dakor. Jo, dëgjoj mirë tekstin, sepse përgjigja është që... Po, por nuk kam kursyer as gjysmat. Për arsye... Po, nuk kam kursyer as gjysmat. Thuhet po, se është pak e komplikuar si fjali. Nuk kam kursyer as gjysmat. Pra, nuk ja kam dal. Nuk ja ke dal. Nuk ja ke dal. Duhet po, sepse është shumë e... Po me po dhe une, Se ke dal, pra nuk ja ke dal. A se kisha në plan, a se kam bërë. Jo, ja ku e kemi njëri që ja ka dal në jetë. Do në apësh mësime të gjithve më duket. Ja, pra, sepse nuk shpenzova për veshje. Po, për veshje. Se këtë mendova, nuk i shpenzova për veshje. Dhe jemi një drejtësisht të lumtur të dy, kjo është gjithë ideja. Tani çfarë të bëmë të lumtur? Një vit kështu, një vit në fund vit, të kesh siç do të kishte dëshirë mamaja jote arkën plot si Olesja. Derkucin. Apo dollapin plot. Me raqe që nuk kanë as vlerë, pastaj të dyja bashkë. Jo, pra një do zgjedhësh. Po se kishte të dyja, Jo, unë thash unë as në plan... A arritur ti kursesh apo jo? Jo, sepse as në plan nuk e kisha patur në fillim të vitit me një shumë të caktuar. Kam kursuar diçka, por që... O bjeta e kam kursuar se dua të bëj udhëtime. Që mua më mbushin emocionalisht udhëtimet. Jo dollapi. Jo çantat. Na i mori gjithë vjetat Olesja, 10 me yll Olesja Leço. Nxënës e mirë. Ka Olesja nxënësat e mira. Bravo Olesja. Me rutinë, me program. Ti e ke Mister Nostalgjia e shpallën. Olesja 10 me yll. Më i bukur kështu. Ska gjë se i veshur i më bukur. Djali preferuar i nënave. Tani duhet të mendojmë në pak minuta të ndetër. Miss Pilate. E ka me një miso Arlinda. Në jetë. Redaksia më mungojnë fashat. Për se cilin. Unë përsa i përket kursimeve thash, nuk është se jam shumë pas lekut. Po. Do më thënë... Ato thuaj. E në vletë që shumë lekë. Nuk e, unë lekun e shofë si një... Si një mjetë. Tani e themi si mjetë, por të bëhemi, do më thënë të flasim realizëm për te i humorit, sepse themi që mos jesh materialist, nuk ka vlerë leku e këto, por... Shdo gjë konvertohet në lek në fund të bisedës, pa diskutim. Shdo dit prandaj punojnë, Shdo gjë prandaj punojnë, nuk jam ai tipi që do them shko ta kurse këtë se... Sepse nuk i dihet, ne dalim të gjalla apo s'dalim që këtu, më këto në këtë sen. Aman, të lutem, se këshuna e njëse dhe në backstage, me ato që të puna e vërdo. Vita të prekim në një gjithë. Situata tjetër, lekun si që nëzjerë mere prishe, mos me do për brezin e shtatë. Dëgjo, pa tjetër. A jeni dakord me këto, se Nini për shumë u tha, më herët atë pikërisht do në që unë nuk e jetoj jetën si kur s'do të ketë të nesërme. Jo, e dim edhe... Tani, paran, ta fitojmë sot dhe ta prishëm duke bërë qef sot, apo? Dikur edhe unë si Nini mendojnja, po tani të rritë mendojnë për brezin e shtatë? Ama për të dytin do mendosh. Paske sistemuar që paske sistemuar shumë ti që shkove të i shtatë. Ariani ka siguruar që është breza. Ne i japim prioritete. Edhe thonë pasaj që artistët janë një shkallë më lartë. Janë të varfër. Jo, nuk jetohet me artë, pra në Shqipëri. Jetohet me artë, po duhet ta dish si bëhet arti dhe ku bëhet. Për shembull, në artin kam një vit e gjysmë që nuk bëjmë në Shqipëri art. Bëj vetëm jashtë. Ja, bjeta, kështu ikin njerëzit nga Shqipëria. Ja, kjo është. Pra, ja, nuk bëj shaka, pra, nuk prodhon për Shqipërinë, pra, nuk prodhon për Shqipërinë. Po, unë jam kthyer nga Shqipëria pas 35 vjetëve, për këtë Shqipëri jam kthyer. Jo ti ikim, po ishte kontekst të humorit. Është vërtet që arti nuk paguhet. Në Shqipëri nuk paguhet, nuk jeton dot me art. Sepse nuk ka njerëz që ta vlerësojnë. Po këto në leku ka shkuar në sa duar të gabuara. E vërtet. Dhe nuk di të vlerësoj. Ti mund të kesh dhe 5 akademi dhe të kesh 3 jetën do re mi fasola si do në kokë, më kupton? Dhe të zesh be për kokë të do re mi fasola si do, edhe atës ta kuptojmë dot. Thjesht nuk kuptojnë. Ai di që do marrësh këtë rogë se ka që mërët edhe kuj, po se ti ke një karierë, se ke ka që vite në punë, se do më dhe nuk mund të marrësh do të njëtë rogë Nini që një sot këndon, me mua që kam 35 vite në skenë. Vetëm për voja ime të mbush lokalin, më kupton? Por, duke parë këtë gjë, unë kam një vite gjysë, prandaj thash duat falenderoj, se duat bide lidin të shi. Komplet trupën e Portokallit, që për mua janë kombëtarja e humorit, sepse është viti 2, viti 3, që më japin mundësinë dhe aty vërtet ndjem artist. Që nga thashe theme që nuk di të bëja asnjëri mbrapa skenave, që nga vlerësimi që di të vlerësojnë të gjithë. Një grup. Grup, qef, pa tjetër, po mbi të gjitha kemi punën.
Objektivi, vizioni tonë është puna, pas punës, pa diskutim që bëjmë qef. Asa punë të bukur keni ju artistët. Me një shumë aty edhe. Shumë bukur foli tha, asgjë s'të mora vesh. Jo, me gjithato, jeta në skenë kështu sigurisht që ka ezaurime, jo, kanë edhe lodhje pastaj edhe plus që është shumë e vështirë. Barra emocionale. Ti jesh në koncert në Shkodër, në Kukës, dhe ti jesh të nesër në Ksamil. Më kupton? Hajde mbaj zërin që të dalë se Ksamil. Pitarën, këtu e kam. Që të dalim edhe në Ksamil. Nini, qa do shtoje? Jo, ndërsa unë do thoya këtë gjë, që unë duke ju rikthyer fotove, për ta se koto më erdhi në mendje, duke ju rikthyer fotove të vjetra dje në Instagram. Jo, po të kujtuar të një gjë kur ti madh javën tjetër prapë. Po shija që në 2015 unë kam shkruar artikullin tim të parë. Në para 10 vitesh, unë kam shkruar artikullin tim të parë dhe jam këtu sot. Se nga njëherë gjërat duket sikur ndodhin rastësisht.